Përshëndetje miq, jemi këtu në episodin e radhës, episodi 29, këtu kafe futboll bashkë me Enesin. Kemi pas një javë me polemika, me diskutime që jena habit fare. Kemi pas me polemika që jena habit fare dhe na kanë habit të me thonë se si gola, isfata edhe zhgënjime për themi lojtarëve të ndryshëm, po funditës kjo është Champions Liga dhe kjo është ajo që na ofron Champions Liga. Tash radhë parë ndeshja me nis me ndeshje Lille Dortmundin, që ishte ndeshje drame për mendimin tim, ndeshje humori. Lille pretendon për gjëna të ndevit 70-60, për mendimin tim ai nuk është fare për nivelet e ekipit të madh, niveleve të larta, kështu që çe di. Ademi ishte i kështu kot askundi në ndeshje, ishte ndeshje humore, domethënë. U boi gaf nga portieri i Dortmundit, boni gol Lille, Dortmundi shumë kollaj, Barcelona nëse nuk do bëj 3-4 gole për mua është dështim kundër Dortmundit. Arsenali me PSV-n po ashtu ishte sepse ishte mbyllur si ndeshje. Gjë ndeshjen e parë, kështu që nuk ishte pse tu lodhte. Aston Villa me Club Brugge ishte ndeshje e bukur, ndeshje interesante, fitoi 3-0, minutë 17 u mor kartoni kuq aty u mbyllë si ndeshje. Dhe mu më pëlqeu tek Aston Villa që bë diferencën është Rodgers, Rashfordi dhe s'bot fjalë legjenda Asensio. Domethënë super lojë domethënë nga ana e Aston Villës dhe do jetë ndeshje interesante në çajfinale kundër Parisit. Gjithsesi ta diskutojmë. Ishim Barcelona me Benfica. Barcelona me Benfica, them drejtën, Barcelona ishte deri diku e llogaritu për themi sepse po lostin në shtëpi, shumë mirë. Goli të Rafinhas edhe magjia që unë se kuptova se si ka mundësi e boni gol Jamali atë. Mënyra se si iko në këtë lloj trajtimi dhe iko topin në krah tjetër ishte thjesht magjike dhe e habitshme, kupton? Thjesht ishte e habitshme. Tash më pas kishim përveç faktit ishte dhe fakti edhe të Barcelona, ishte fakti Rafinha për 3 gola thyen rekordin e Messit, thonë më të mirë që kishte 13. Ai momentalisht Rafinha është 11 dhe kështu që për 3 gola thyen rekordin e Messit në Champions League si lojtar i Barcelonës. Mund ta bëj gjithsesi janë tash i vështirësohen ndeshjet dhe do shikohet nëse do ja dali dot ose jo dhe gjele për të parë funditës, unë besoj se mund t'ja dali dhe futet për topin e armë. Tash kishim gjëja tjetër që dua ta diskutoj është Pedri për topin e armë për atë nëse fiton Champions League dhe La Ligën Barcelona për mendimin tim. Është thjesht nivel tjetër si lojtar. Barcelona me susha Barcelonës pa Pedri ndeshti 0 për mendimin tim. Leverkusen me Bayern me New, s'kam se me diskutu fare, me thonë, kështu që Super Kane, Davisi, lehtësisht fare fitoi, ka ato problemet e vete me mbrojtjen Bayern vjen e mbrojtjes, edhe Kimmich nuk është ai Kimmich që kena njoft neve, njofim ne që kena pa më para, nuk është mo ai, kështu që Bayern do të filloj të bëjë ca lëvizje
në verës, këtë vi sezoni transfertave të verës. Inter Feyenoord, Interi po ashtu nuk u lodh, pati ato kështu duke bërë minimumi, marrë maksimumin, po themi në këtë lloj forme. Interi është thjesht qelloi kësaj radhe një ekip i lehtë, po themi, dhe mund të vazhdoj domethënë në atë qëllimin e larë që ka të fitojë Champions League-ën, dhe pse jo, është një nga ekipet më të mirë dhe ekipi italian më në formë për mendimin tim. Ka ato problemet e veta, po bën një super lojë dhe super futboll. Një gjë që ishte interesante ishte Inzaghi, që thonë diçka që askush nuk na komplementon ne për fitoret dhe për arritjet që bëjmë, vetëm bën kritika duke na bërë kritika për zëvendësime dhe duke bërë kritikat për mendime se si do bëjmë, çfarë bëjmë neve, nuk merret askush thonë për çfarë kemi arritur. Mu duk pak sinjal për klubin, për menaxherët, por gjithsesi është e vërtetë që kritikohet shumë Inzaghi dhe pa u dhënë ajo merita plot që ta ka arritur ta kupton funditës. Kishim Liverpoolin me Parisin, ishte u bë një super futboll, Dembeleja që shënoi që në fillim të lojës në pjesë parë, ishte gjë interesante, super Paris, Barcola po ashtu, po shpërdoruan në shumë raste si lojtar dhe si ndeshje, u shpërdoruan në shumë raste nga Paris. Një kjo. Mendes e futin xhep njerë Salah, Mendes. Përveç asaj me Pacon, që ishte qendër mbrojtës, ishin të dy në njëjtin krah, ishin dyshe perfekte. Hakimi, Marquinhos, Paco, Mendes. Nivel mbrojtje ishte blindjer, atë me Diazin me Salah ikën, nuk bon kod ato, sikur nuk ekzistosh. I gjë interesante ishte këtu. Lujti shumë mirë Parisi, një nga futbollet më të mirë që bën momentalisht është Parisi, që bën futboll është Interi, po është edhe Barcelona. Po Parisi bën lojë shumë të mirë, shpërdoron shumë raste, themi atë që është. Dhe kjo është diçka që duhet Parisi duhet marrë një lojtar një pyk, për shembull, një lojtar që vërtet, për shembull Gyökeres, për shembull, të sugjeroja unë dhe ishte fantastike. Unë i komente se çfarë mendoni ju, po Gyökeres dhe ishte fantastike nëse do merrte për shembull nga Parisi, sa ishte vërtet një pyk dhe ditë që në zonën 16 dhe i tillë. Pastaj me penalti, Parisi donte që të shkonte në penalti më pas ndeshja dhe kjo ishte. Shkojnë penalti, Nunes falni se jam edhe pa gjumë. Gigi, në funditës Donnarumma është ai që super portier dhe është për këtë lloj gjoje funditës, por për këtë lloj detajesh, për këtë lloj gjonash, kupton. Kurse gjëra tjetër Nunes e bon i ra mirë, shumë mirë ra, për thjesht i u gjet krau. Më shumë për mendimin tim e ka fajin Curtis Jones që i ra i treti që i ra shumë keq. Ai i ra keq fare, nuk gjuhet në atë lloj forme. Nuk gjuhet në këto. Gjuhet në cep këto. Apo gjuhet këtu në cep, jo këto. Këtu gjithmonë do e kapi sepse për tjerë kur hidhet për poshtë. Nëse në gjithë këtë koridorin, nëse zim kamera ime është porta. Këtë pjesën këtu, për tjere e zim gjithmonë. Ti nëse gjuf, qep. Edhe shkom mu këtu poshtë. Për tjere se kap. Po thjesht po gjithi kraun dhe ti nuk i bje aq fort sa duhet. Andaj gjithë tentohet kapësh pjesën lartë, sepse për tjere nuk po lozim në futboll profesional, nuk po lozim nga çejtë që hajt pa
po tallem edhe po e provoj një herë. Jo, nuk po e bëjmë atë gjë, po mori miliona funditës, a kupton? Përveç saj. Kjo është, a kupton? Bravo Liverpooli. Liverpooli e ka mbyll Premier League-ën tash do rrit kot për mendimin tim. Unë desha me shtruj një pyetje për shembull, kjo do shihni juve që të largohen nga Liverpooli. Në mendimin tim dhe Van Dijku, Salah dhe Arnold që janë 100% garantuar për mendimin tim që hiqen. Po, se kushdo tjetër nuk e di, ato ring ton nuk e di, po besoj se Van Dijk një. Edhe Alisson Becker, Van Dijku, Salah, edhe Arnold i hikën, këto të katër tek e kështu me 1 milion firmë. Vazhdojmë të super polemika. Tash unë nuk du të më thot askush tjetër që kjo nuk ishte vjedhje dhe kjo nuk ishte fat edhe kjo kështu. Okej, bravo Atletico, që në minut sekond 30 shkov, okej, pastaj ishte bloz Reali që nuk poni asnjë lloj gjoje që gjithë kohës, më duk si Manchester City kaloi nga ky krah në krah tjetër. Nuk u tentu, një herë u boshkën DM 5 që puni super, në atë momente u donte diferenca, u mor penaltia dhe u la topiar vjedhje vine. I bje pastaj për kishte historikallë aty dhe donte miron asaj. Po bonte gjuhë ti, jo se donte me lut. Kjo e vjen shtyhet në therë tash. Vjen të shi penaltia. Vjen të shi me penalti. Ishte shumë bukur. Ajo nuk ishte. Ajo mund të keton të ty një kusisht. Mund të jetë ajo që mund të dy një kusisht. Po mu duket më shumë sikur i ka rënë me djatën dhe ka prek majtën, njëse ishte e tjera. Edhe i gjë që se kam kuptu kur të kjo rregull, se di këtë rregullin e asaj që po e preke dhe i herë tjetër, zere se e ke gjujt, po logjika është tjetë, pse nuk do të pësëritet? Për tjeri, nëse bën nga bon për tjeri, përsëritet. Pse nuk u gabon ai nuk përsëritet? Se gjithë e pam që rëshiti, jo se pa e boni qëllimisht. Rëshiti dhe e boni. Ne e pam gjithë atë. Po të palidh. Thjesht Real Madridi nuk është në kop me 15, do që të vjedhi akoma dhe Papa Perezi donë që të vazhdoj akoma me këtë dominimin derisa të ndrojë jeta ai, sepse thot ai po ma me për gjë që epoka e Realit që vetëm volti në çdo sezon të mundshëm pa vi polemik dhe qatë ai për arbitra. Ky qatë Reali nuk e di më. Një gjë që më vunë në arenë, ndryshe ishte Atletico Madridi vetëm Alvarez, si Simeone tenton portën. Reali nuk tentoi herë portën me rotit. As nuk u lodhi herë Oblak. Prandaj nuk i priti dot penaltit. Si ishte nuk po i vishin fare goditjen portë, kupton, ishte shumë i qetë në atë ndaj forme. Tashi, ndeshjet të jenë në Champions League të jenë të tilla që është Arsenali me Realin, në krah, sipër do jetë Parisi me Aston Villa, kush fiton nga ato dy do jenë gjysmëfinale. Pastaj do kemi Bayern Inter, edhe Barcelona Dortmund. Pastaj kush fiton nga këto dy do jenë në gjysmëfinale dhe finale. Gjysmëfinale luan me 8 dhe 9 prill, domethënë. Ka gati ai deri diku 20 ditë prej javës le të themi që pushim dhe rikthehet përsëri Champions League në çerfinale. Tash unë desha me diskutu dhe disa ndeshje që më janë tuk interesante
për fundjavën dhe e mbyllim edhe këtë episodin bashkë. Para se ta mbyllim. Tash me që ishim të Reali dhe Atletico, pa filloj tek La Liga, se aty është gjithë ideja. Këtu nga kjo lloj ndeshje fitoi vetëm Barcelona, për mendimin tim, sepse si Reali si Atletico u lodhën shumë. Tashin Barcelona e ka Metropolitano, ka ndeshjen kundër Atleticos, është super e lodhur Atletico. Edhe Barcelona ka shansin që ta rafi direkt vendin e dytë dhe krijoj shkëputjen, më kupton, edhe të bëj atë hapi që frym për veten e vet. Edhe Villarreali në transfer Reali kundër Villarrealit në transfer, kështu që do ketë vështirë sepse gjithmonë e ka pas fush vështirë Villarreali, sidomos në transfer. Dhe kjo do jetë një nga La Liga, po themi një nga drama se çfarë të ndodhi. Dhe parashikimi im, mendimet im për këtë lloj të ndeshjet është që Villarreali me Realin besoj se do dalin një 2-2 me gola ose do dalin një 0-0, që s'do ketë përqime më shënu, po Villarreali nuk lëm pa shënu gol ose pse gol, kështu që mund të jetë një ndeshje tek 1-1 ose 2-2. Kurse Barcelona me Atleticon luhet atje dhe të jetë ndeshje e egër. Se do dalin ndeshje një 0-1, sepse Atletico do ruhet, kam besoj sepse të tentoj kundër sulmet, vjen që ka vjen e shpejt, po themi, vjen e dal shumë. Hansi Flick edhe të tentoj Simeone, besoj se mendon që të tentoj me kundër sulme me Alvarezin, Simeone, që dali dhe të shënoj kundër Atletico Madrid. Tashin, në Serie A kemi Bologna Lazio. Është ndeshje interesante që është tek i them në formën e ekipeve që janë garë për Champions League, për Europa League në Itali. Fiorentina Juventus edhe Atalanta Inter. Bologna Lazio, për mendimin tim del një parazim. Bologna nuk humbik dhe besoj se do dalë një 1-1. Fiorentina Juventus, Fiorentina besoj se të bëjë ndeshjen e jetës, edhe e kam pa në 2 faza. Fiorentina është ekipi i jetës dhe nuk e di, sidomos kundër Juventusit. Besoj se do dalin ndeshje përsëri barazim dhe ose do fitoj Fiorentina, besoj se 2-1, nuk janë fare që Juventusit favori, sidomos me humbjen e fundit, polemikat që mund të vi Gasperini, Conte, edhe stoli motës është në dyshime sipër. Kemi Atalanta Inter, tash si futboll, si cilësi, si futboll po themi që luhet më të mirë ka Atalanta. Po ka diçka. Ky Inzaghi ja ka mësuar pikat e dove Gasperinit dhe ja di lojën siç ta doj me lut, ja di ide, futen fush, fiton gjithmonë kundër Atalantas. Nuk e di, nëse fiton, luhet në Bergamo, Atalanta merr kampionatin për mendimin tim. Nëse del parazim mos e kështu vazhdon në shkahap. Besoj se unë jam me Atalantën, fitoj Atalanta se du që ta meritoj një Gasperini, a marri një trofe po e themi, 2-1 për Atalantën. Kemi dhe Arsenalin me Chelsea, një ndeshje interesante, veni 2 me venin e 3, ja, veni 5, duket është Chelsea, po ka veni 4, është me Cityn. Nuk e di, sepse kjo është derbi dhe derbi nuk merr në vesh asnjëherë varet se si shkojë të ndeshjes. Kjo është për episodin 29, bashkë me Enisin, faleminderit që ndoqët, deri këtu mos harroni na bëni subscribe, na ndiqni në rrjetet sociale dhe peace out.